Teraca me anë të hapura në për lokale, hyrje të veçanta në objekte hotelerike për duhanpirës, pullaze të lëvizshme në për objekte. Këto janë risit kryesore që pritet t'i sjellin ndryshimet ligjore të ligjit antiduhan. Por rituali ndezjes së cigarës dhe shijimit të kafes në për lokale duket se do të përballet me restrikcione. Qytetarët e kanë të vështirë të heqin dorë nga rituali i mëngjesit, cigare dhe kafe. Duhanpirësi do të thonë se në lokale pa kafe dhe pa cigare nuk mundet. Nëse ulemi diku fillimisht shtrohet pyetja, më falni, a mundet një taketuke, kurse më pas jepet porosia. Por ata që nuk janë duhanpirës mezi presin të hyjë në fuqi ligji antiduhan. Duket se duhanpirja nuk është vetëm një vezë, por edhe një institucion social. Qytetarët janë dëshmitar se në për institucione, zyra apo sportele ndjehet tymi duhanit dhe aroma e kafes së freskët. Imponohet dilema, ta ndezi ose jo një cigare. Televizioni Koha pyeti disa qytetarë të Tetovës nëse janë të gatshëm të heqin dorë nga ky ritual. Përgjigjet e tyre janë sa kreative, po aq edhe të sinqerta. Ta pini kafe në mëngjesit pa e ndez një cigare? Nuk mundet. Nuk mundet? Nuk mundet. Po çka mendoni për ligjin antiduhan që do të hyjë në fuqi? Duhet të hyjë. Po? Duhet të hyjë. Cigaren nuk e pi, dhe më pengon cigarja e të tjerve kur pin. E pin kafen pa problem, pa cigare. A çka mendoni për ligjin antiduhan? Që do të hyjë në fuqi? Ligji është shumë i mirë, si në Evropë, edhe këtu duhet të jetë. Po, si do vendose parlamenti, unë mendoj se duhet kalon në parlament. Po, unë mund. Po? Po çka mendoni për ligjin antiduhan? Mirë është. Mirë? Mirë është. Kafën çdo herë jam të pi veç me cigare, mëngjes kur çona pi kafe çdo herë edhe pi cigare se pa kafe unë cigare s'në pi. Esull nuk mundi me pi. Veç se kafe mund ta pi veç me cigare. Por propozuesit e ligjit të ri antiduhan nuk e kanë dëgjuar zërin e pronarëve të bizneseve të vogla, siç janë tobakot, kiosqet, minimarketet dhe biznese tjera të vogla familjare, që në fillim ata alarmuan se do të goditen seriozisht me humbje financiare, t'i largojnë punëtorët nga puna dhe të mbyllin objektet e tyre. Sipas të dhënave të komunitetit të biznesit, bëhet fjalë për më shumë se 4.000 ndërmarrje të vogla e të mesme, në të shpeshtën e rasteve biznese familjare që varen drejt për së drejti nga shitja e prodhimeve të duhanit. Profesori universitar Bashkim Selmani thotë se gjatë miratimit të ligjeve të këtilla dominon interesi i grupit. Nëse bëhet një analizë e gjendjes faktike, shohim se edhe ligji paraprak nuk është respektuar në momentin dhe kohën e duhur, dhe kjo më tepër bën një çoroditje europiane, sepse gjitha ligjet që sillen fatkeqësisht dominon ajo që është interesi i grupeve. Pra dhe në këtë rast, veç shtyrja e këtij projekt ligji u bën nga kompanitë ose firmat hotelerike, të cilat duan më tepër kohë. Sipas tij, ligji evropian do të detyrojë shumë lokale dhe institucione që ta respektojnë ligjin antiduhan. Po ashtu shohim se tani me marrëveshje me bizneset private, siç shifet edhe disa ligje ose plotësime janë të interesuara për t'i devijuar, për arsye se në objektet e mbyllura të gjithave nëse ligji evropian në mjetet e mbyllura nuk pehet duhani, pra duhet të jetë edhe njëjtë dhe nuk duhet të bëj lëshime institucione. Me ligjin e propozuar antiduhan, autoritetet shëndetësore në vend paralajmërojnë ulje drastike të numrit të duhanpirësve për 2-3 vitet në vazhdim. Për momentin shkalla e duhanpirjes në vend është rreth 45% ose rreth 589.000 duhanpirës aktiv. Nëse realizohet qëllimi, numri mund të ulet në afërsisht 294.500 deri në vitin 2028. Siç paralajmërohet, ligji antiduhan duhet të vendoset në rendite në një nga seancat e ardhshme të qeverisë.